Janë 1500 efektiv nga të gjitha strukturat që përfshin antiterrorin, policinë rrugore, të krimeve dhe të rendit, por edhe të policisë bashkiake të Tiranës, të cilët janë në terren për mbarvajtjen e samitit evropian që zhvillohet këtë të premte në Tiranë. Rreth 600 efektiv policie ruajnë delegacionet e nivelit të lartë të liderëve evropian përgjatë perimetrit të sheshit Skënderbej. Gjithashtu ka dhe ekspertë të huaj të cilët kanë asistuar ndihmën e tyre në shoqërimin me eskortë të personaliteteve të huaja nga Rinasi deri në zonën e sheshit ku mbahet samiti. Ndërkaq për mbarvajtjen e samitit do të jenë të bllokuara disa akse rrugore përgjatë ditës. Nga ora 6:30 deri në orën 11:30 ka bllokim të plotë të lëvizjes automjeteve. Në aeroportin Nën Tereza Rinas deri në hyrjen e autostradës së re Thuman Kashar, autostrada Durrës-Tiranë-Durrës mbi kalimi Kasharit, kryqëzimi tek sheshi Shqiponja, unaza e re krau Jastirit, kryqëzimi te pallati me Shigjeta, rreth rrotullimi Sauku të Vjetër, rruga Elbasanit Hotel Plaza, rruga George W. Bush, rruga 28 Nëntori, rruga e Dibrës, rruga Urani Pano, sheshi Skënderbej. Nga ora 13 deri në orën 18 ka bllokim të plotë të lëvizjes automjeteve në akset rrugore, sheshi Skënderbej, rruga George W. Bush, rruga Elbasanit rreth rrotullimi Sauku të Vjetër, unaza e re krau Jastir, autostrada Tiranë-Durrës, autostrada e re Thuman Kashar, aeroporti Nën Tereza Rinas. Rrugkalimet janë të bllokuara në të dy krahët në momentin e kalimit të delegacioneve. Nisur nga këto bllokime në këto orare, qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve do të ndjekin udhëzimet e policisë dhe do të përdorin rrugë alternative që do të sugjerohen. Nga ora 6 e mëngjesit deri në 18 është i paaksesueshëm nga këmbësor dhe mjete i gjithë perimetri i sheshit, ku zhvillohen aktivitetet. Perimetri i cili përfshin rrugët nga kryqëzimi me bulevardin Jeanne d'Arc deri në kryqëzimin e rrugës Myslim Shyri, segmenti i rrugës Myslim Shyri nga kryqëzimi me rrugën Ibrahim Rugova deri në kryqëzimin me bulevardin Dëshmorët e Kombit, rrugën Ibrahim Rugova nga kryqëzimi me rrugën Myslim Shyri deri në kryqëzimin me rrugën e Kavajës, rrugën Dexhë Luli, rrugën Urani Pano në vazhdim rrugën e Barrikadave deri në kryqëzimin me rrugën George W. Bush dhe bulevardi Zogu i Parë deri te tuneli i Ish Cirkut.